Tryeza për shëndetësinë e organizuar nga Partia e Lirisë mblodhi profesionistë shëndetësor të fushave të ndryshme nën moton Shëndeti nuk pret. Në këtë takim u fol mbi situatën aktuale, gjendjen dhe problematikat me të cilat përballen qytetarët shqiptar që kanë nevoja shëndetësore. Në takim u shpalos nga sekretari i përgjithshëm i IPL-s, deputeti Tedi Blushi, programi me 16 pika për ndryshimin e situatës. Në takim morën pjesë edhe 2 mjek nga qyteti i Pogradecit, Dr. Gentian Çala dhe Dr. Zamir Capo. Dr. Çala në fjalën e tij vuri theksi në problemet e shëndetit mendor dhe të situata e shërbimeve shëndetësore në këtë lëmi. Ai paraqiti gjithashtu një propozim të ndërhyrjes së shpejtë me 5 pika. Nevojat janë shumë të mëdha dhe nëse do ndalesha te popullatat veçanta, që unë veç e ceka, te fëmijët janë problemet zhvillimore. Te të rinjt është ankthi, depresioni, problemet me sjelljen, abuzimin me substanca që përmendi dhe Edmondi. Te moshat e treta janë probleme degenerative. Dhe shërbimet tona kanë probleme edhe strukturore, edhe organizative dhe kulturore. Ndaj them që shëndeti mendor është i lanë në rres. Ne kemi mungesat burime njerëzore, jemi të fundit në Ballkan për numrin e psikiatrëve, ndaj dhe psikologëve. Ne kemi shërbime shëndetësore të shpërndara në mënyrë të pabarabartë. Në shumicën e bashkive tona nuk ka qendra shëndet mendor. Dr. Capo paraqiti gjithashtu një propozim të ndërhyrjes së shpejtë me 5 pika. Ai foli për situatën e trajtimit në shërbimet tona të pacientëve me probleme të mushkërive, mbi kujdesin dhe masat që duhen marrë për të shmangur rritjen e rezistencës ndaj antibiotikëve dhe për nevojën e një kartele shëndetësore unike për pacientët. Ajo që desha të theksoj, me qenë se fillimi ishte dhe u trajtuan problemet e të sëmurëve onkologjik, janë të sëmurë që janë një barë e rëndë për ata të cilët i vojnë në familjet e tyre. Është një problem i cili u trajtua këtu, por ajo që unë do desha dhe të sugjeroja në trajtimin e tyre, janë të sëmurë të cilët kanë një përfitim deri diku në shërbimin spitalor. E më mbas ata fundi tyre është në familjet e tyre. Duan një asistencë të cilët duhet të shtohet personeli, ashtu si dhe siç kundër përmend më parë, për të asistuar ata të sëmurë, veçanërisht të sëmurët onkologjik në familjet e tyre, sepse nuk është më detyra urgjencës. I ngatron gjërat, urgjenca ka të tjera tipare, të tjera shërbime ofron. Dhe më së shumti do të sugjeroja të asistohen përveç medikamenteve, trajtimi simptomatik tani me që ndodh në familjet e tyre, të asistohen me oksigjenoterapi, sepse ka sëmundje, veçanërisht ato të sferës që unë e njoh më mirë, pulmonare, që degradojnë, ka nevojë për oksigjenoterapi.